A është Halimja gjeloze? Jo, definitivisht jo. Së është? Për zotin jo. Jo, Po te? Unë në nashta pak më shumë. Unë në nashta po ajo jo. Definitivisht kuptohemi shumë mirë dhe nuk... A vrem, cila është pika më e forta e kësaj dashurie? Unë menoj që sinceriteti definitivisht, pastaj dashuria është e pa diskutueshme, sepse për shumë plot njerëz që vjen marrë, jo, kur e dën dikon nuk është marrë. Është normale, në profesionin që na e bojmë, që e din edhe ti vetë, është mirë në fillim start me qenë letrat. E më thonë kjo. Na pëlqen, s'na pëlqen. Kur bin dakord dy qift, atëherë janë në rregull dhe jeta vazhdon, pasi problem. Po e mira kësaj është që unë kam edhe profesionit njëjtë, është profesoreshe muzikës edhe i kupton gjanat. Cila është një nga letra që e keni qelë të parën? Unë i kom tërgu, do më thonë që të start, gjitha. Që jam njeri i natës, jam njeri i profesionit, du të me i kuptu gjitha sfidat që neve në ndodhin në një skenë. Sepse skena është e shajt, mirë po kallës edhe momentet të paparashikueshme. Sepse unë e kuptoj. Unë vetë kam qenë në atë momentum që kom thonë, o zëta është jetë me prek me dorë, për shembull të ndjerë një Smet Bugojevcin që kom pas idol gjatë gjithë jetës. Edhe nuk kom zgjidh mjete për me më veç me prek me dorë. Nuk është marrë, është krenari, sepse e ka qenë edhe të mbetet gjithmonë krenari e kombit. E kështu që unë e kuptoj që nesër ndoshta edhe mu vjen dikush, pavarësisht të është higjinisë femërore apo mashkullore, don me ta bëni për qafim, don me doni një foto që është normale, pra. E kështu që këto i kemi kryer. A është fama shkak i shumë ndarjeve, mosmarrëveshjeve në showbiz që po ndodhen? Unë mendoj që po. Dhe pse po mendojnë që ka kaq shumë ndarje? Po, pikërisht janë këto problematika. Për shembull, momentin kur ti me një partner apo me një njeri që e ke zgjedhur me ndaj jetën, me kriju familjen, kishte me qenë absolutisht e sinqert që në fillim qelen letrat. Sepse ajo është jetë gjatë, ajo është e drejtë. Mirë po tash për shembull, po jam dëshmitari këtyre ngjarjeve të përditshme, nëse më mos shpreh, ashtu që ndëgjova për shembull në një dasëm që neve na u anulu, thotë për shkak të Instagramit është nda çifti. Instagramit. Do thonë, është mund mendoj definitivisht pavarësisht që s'po du me lëndu askon, po mendoj që është nivel absolutisht i ulët. Me prish një lidhje pavarësisht sa a vjeçare, a mujore, a javore, për një Instagram, ja ke bo follow, s'ma ke bo follow, është definitivisht e ullët. Po ty ndër vitat ka pengu fama? A ka pas ndër një moment që ki dasht me shiu jetën? Ka momentume. Unë thash në fillim që kjo është një profesion i cili ka shumë të mira. Po ka dhe momentume të shumë të vështira, jo të këqija në atë kuptimin, po është problem sepse s'mund është gjithmonë me konë happy, gjithmonë me konë gjithmonë me i knaq, a duhet me i knaq gjithmonë.